Humbja vllaznisë 1-2 në shtëpi me Skënderbeun është analizuar menjëherë pas përfundimit të ndeshjes në emisionin Emocionet e pas ndeshjes transmetuar mbrëmjen e së shtunës në ekranin e RTS Shkodra. Të ftuarit në panel Alsit Tafili, ish futbollist, Genc Kastrati, gazetar, Ardit Mani, videoanalist, janë shprehur të zhgënjur nga rezultati si dhe loja kuqe-bluve në këtë ndeshje. Ka ardhur një moment si gjitha ndeshjet janë finale. Nuk mund të thojmë se Skënderbeu nuk ka pas nevojë për pikë. Normalisht e kishte vlerësuar ndeshjen, e kishte përgatitur ndeshjen mjaft mirë. Gjeti një vllaznisë që kishte marrë masat e duhura për këtë ndeshje, edhe pruni këtë rezultat. Sot nuk do ta quaj emocione për këtë ndeshje, por do ta quaja zhgënjim tepër i thellë për gjitha tifozëri që e pakët në numër nuk shihoi asgjë përveç një goli të Qatos dhe asgjë tjetër. Kthimi mbrapa më duk pak i çuditshëm, por dhe mas kthimit mbrapa, një pa dëshirë për me lut topin, për me shku poshtë. Them drejtën, ndoshta sikur është marrë kjo ndeshje ndoshta me i lehtësi shumë të madhe. Pas javës së 30-a Biznes Superiore ndërpritet për t'ia lënë radhën ndeshjeve të ekipit kombëtar ndaj Anglisë dhe Andorrës e për t'u rikthyer sërish në fund të muajit mars.